minus 21 kg peshë dhjamore. Ky është rezultati i një pacienti i cili nuk i mori erë çokoladës duke ngrënë sallatën, por hëngri çfarë i deshi qefi. Ndiqeni. Dita e parë 109.8 kg, ndërkohë sot rezultojmë 88.5 kg, minus 21 kg peshë totale. Masa e dhjamit 46.9 kg, ndërkohë sot jemi në 25.3 kg. Pra, diferenca 21.6. Masa e muskulit ka ardhur me 56 mas muskull pra në kilogram, ndërkohë sot jemi 58.5, pra 2 kg më shumë. Masa e dhjamit në përqindje 42.7 në ditën e parë, sot jemi minus 14.2%, pra në 28. Masa e dhjamit në zonën e barkut ka qenë 22 në ditën e parë, sot jemi minus 12 grad, pra jemi në 10, ku 9 është maksimumi. Perimetri belvithe, një indeks shumë i rëndësishëm, ka qenë 1.03, ndërkohë sot jemi 0.94, kur vlera maksimale për meshkujt është më e vogël bara se 0.9. Ka ardhur me sasinë e dhjamit ose peshës për të rrëzuar rreth 35 kg, ndërkohë sot kemi edhe 15 kg për të hequr nga trupi jon.